Përshëndetje. Bashkia e Durrësit vazhdon të merret me hedhje asfalti që nuk reziston as disa muaj dhe shpërbëhet me shirat e parë. Ndërkohë që qytetarët përballen çdo vit me të njëjtin problem të madh, përmbytjet. Kanalet e urave janë të bllokuara, sistemi i drenimit është jashtë funksionit dhe çdo rreshje e fortë e kthen qytetin në një vend të paralizuar. Çdo vit u premtohet familjeve të dëmtuara nga përmbytjet se do rehabilitohet infrastruktura në lagjet e tyre dhe çdo vit ndodh po i njëjti skenar. Duhet të merren masa reale për menaxhimin e ujrave dhe sigurinë publike, por shohim vetëm projekte fasad dhe shpenzime fondesh për tendera pa vlerë. Kjo situatë ka pasoja të rënda për qytetarët dhe bizneset, të cilët pasojnë dëme të përvitshme, por edhe tragjedi që nuk mund të quhen aksidente. Vetëm 2 javë më parë, një qytetar humbi jetën pasi ra në kontakt me një shtyllë elektrike në mes të ujit. Ngjarje që tregon qartë nivelin e pakujdesisë dhe të mungesës së kontrollit institucional. Durrësi është një qytet bregdetar me potencial të madh ekonomik dhe turistik, por sot paraqet pamjen e një modeli dështimi në menaxhimin vendor, me rrugë të dëmtuara, infrastrukturë të amortizuar dhe mungesë transparence për fondet publike. Prandaj, thirrja ime e parakohshme është që Bashkia e Durrësit të ndërmarrë masa konkrete dhe të menjëhershme për të parandaluar përmbytjet gjatë periudhës së dimrit, duke shmangur aksidente e raste tragjike ku dëmtohen shtëpi, biznese dhe ku humben jetë njerëzish. Si antar e Këshillit Bashkiak në Bashkinë e Durrësit dhe përfaqësuese e Partisë së Lirisë, do të vazhdoj të ngrej zërin kundër neglizhencës dhe abuzimit me fondet publike. Qytetarët e Durrësit meritojnë siguri, transparencë dhe investime që zgjasin, jo fasada që shemben me shirat e parë. Detyra ime është të jem në krah të qytetarëve dhe të kërkoj llogari për çdo vendim që prek jetën dhe dinjitetin e qytetit tonë. Faleminderit.